Ekziston një fjali që pret më thellë se çdo fyerje, më thellë se tallja, më thellë se urrejtja e hapur sepse nuk vjen nga emocioni. Ajo nuk lind nga një moment kur dikush humb kontrollin. Ajo vjen nga qëllimi. Dhe kur e ke dëgjuar këtë fjali personalisht, ti nuk ke folur me dikë që ka shpërthyer. Ke qenë përballë dikujt që e dinte shumë mirë çfarë po bënte. Carl Jung ja kushtoi jetën kërkimit të asaj që qëndron pas maskës njerëzore, pas mirësjelljes, moralit dhe të gjitha roleve që luajmë në përditshmëri. Dhe ajo që ai zbuloi ishte mjaft shqetësuese. Ai vuri re se disa fjalë nuk shprehin vetëm ndjenja. Ato tregojnë se si një njeri është i ndërtuar nga brenda. Tregojnë se si duket vërtet psika e tij. Dhe ndonjëherë tregojnë diçka aq të errët, saqë nuk mund ta shohësh më atë person me të njëjtët sy. Para se të dëgjosh vetë fjalin, duhet të kuptosh mendjen prej nga ajo vjen. Sepse këtu nuk bëhet fjalë për një ditë të keqe, as për një konflikt, as për mbingarkesë. Bëhet fjalë për një gjendje psikologjike që zhvillohet ngadalë qetë, pa u vënë re dhe shpesh plotësisht e padukshme. Sipas Jungut, çdo njeri mban brenda vetes një hije, ato pjesë që nuk duam t'i shohim: zilin, zemërimin, xhelozin, inatin, aftësinë tonë për të qenë mizor. Vetë hija nuk është e keqe. Jung ishte shumë i qartë për këtë. Ajo bëhet e rrezikshme vetëm kur mbetet e pandërgjegjshme. Shumica e njerëzve përpiqen të jenë të mirë duke e varrosur hijen gjithnjë e më thellë. Ata shpërqendrohen, e zbukurojnë realitetin, shmangin një vështrim të sinqert brenda vetes. Por disa njerëz zgjedhin një rrugë tjetër. Ata nuk e shtypin hijen e ushqejnë atë. Dhe kur hija ushqehet në vend që të integrohet, ajo rritet. Në një moment nuk është më thjesht një pjesë e tyre. Bëhet ajo që janë. Atëherë perceptimi shtrembërohet. Këta njerëz nuk i shohin më të tjerët si individ të pavarur. Ata shohin vetëm projekcione pasqyra të errësirës së tyre të pasgjidhur. Pa pritur ti nuk je më ti. Je zemërimi i tyre, pasiguria e tyre, turpi i tyre. Bëhesh en për gjithçka që ata nuk e durojnë dot brenda vetes. Kjo është projekcion, dhe nuk është kur e padëmshme. Me kohën kthehet në diçka shumë më helmuese, përçmim. Përçmimi nuk është zemërim. Zemërimi e njeh ende tjetrin si qenie njerëzore. Përçmimi jo. Përçmimi do të thotë, ti vlen më pak se unë. Jung e dinte se përçmimi është një gjendje e qëndrueshme e brendshme. Kur ai vendoset, frenimi moral shkatërohet. Këta njerëz nuk respektojnë më kufit e padukshëm që i ndalojnë shumicën prej nesh të dëmtojnë dikë me qëllim. Këtu fillon mizoria e ndërgjegjshme. Dhe këtu vjen pika më e rëndësishme e Jungut. Njerëzit që lëndojnë me qëllim nuk e shohin veten si mizor. Ata e shohin veten të justifikuar. Truri ynë është jashtëzakonisht i aftë të gënjej veten, sidomos kur kërkon të kaloj kufi moral pa ndier faj. Shumë kohë përpara se dëmi i vërtet të ndodhë, procesi fillon. Ky person ndërton brenda vetes një akt akuz kundër teje. Ai interpreton fjalët e tua si sulme, kufit e tu si mungesë respekti, heshtjen tënde si manipulim. Ai mbledh prova natyrisht vetëm ato që i përshtaten historisë së tij. Ai zhvillon në mendjen e tij biseda ku ti je gjithmonë fajtori dhe ai gjithmonë viktima. Kjo nuk është kujtesë, kjo është përgatitje. Kjo përgatitje është e nevojshme që më vonë të mund të veproj pa pendim. Kur ndodh lëndimi, ai tashmë e ka bindur veten se ishte i nevojshëm, ndoshta edhe i merituar. Dhe kur dëmi është bërë, ndodh diçka vendimtare. Maska bie, hija flet. Fjala është e thjeshtë, pothuajse e hedhur si rastësisht. E dija saktësisht çfarë po të bëja. Ose doja të ndodhte kjo. Ose duhej të dhembte. Këto fjalë nuk thuhen me zemërim. Ato vijnë qartë, qetë dhe pikërisht kjo i bën aq tronditse. Nuk është një rrëfim, është një demonstrim pushteti. Të tregojnë se dhimbja jote nuk ishte aksident, ishte qëllim. Jung besonte se një njeri i pushtuar plotësisht nga hija e vet, në fund do të dëshirojë që ti ta dish këtë. Nuk ka të bëjë me sinqeritetin, ka të bëjë me pushtetin.
Kur dikush pranon se të ka lënduar me qëllim, ai nuk ndjen lehtësim, ai ndjen kënaqësi, dhe dëmi nuk ndalet aty. Vazhdon, sepse tani psika ka një problem. Personi ka kaluar një kufi, por egoja e tij nuk e duron dot të shoh veten si mizor. Kështu që egoja bën diçka tipike, e përmbys realitetin. Këtu fillon gaslighting. I njëjti person që sapo të tha se të lëndoj me qëllim, tani do të thotë se ti po e tepron, se je i ndjeshëm, se po i trillën gjërat. Nëse arrin të bëj të dyshosh në vetvete, atij nuk i duhet të dyshoj në veten e tij. Dhe ka diçka të rëndësishme për t'u kuptuar. Nëse dikush të manipulon pas një lëndimi të ndërgjegjshëm, ai nuk ka mbaruar me ty. Sipas Jungut, shpesh pas kësaj qëndron zilia. Njerëzit që të kanë lënduar me qëllim nuk duan që ti të shërohesh. Shërimi yt e shkatëron historinë e tyre të brendshme. Nëse ti fillon të shohesh sërish qartë, nëse rritesh brenda vetes, ti provon se fuqia e tyre mbi ty ishte vetëm e përkohshme, dhe kjo është e padurueshme për ta. Prandaj ata shpesh kthehen butë nën rrogos. Një mesazh, një koment, një thashë theme. Mjafton vetëm pak që plaga të hapet sërish, sepse ata donin që vuajtja jote të qetësonte kaosin e tyre të brendshëm. Nëse kjo nuk ndodh, ata lëkunden. Dhe pikërisht për këtë arsye, shërimi yt nuk është vetëm shërim, është rrëzimi i gjithë vetë gënjeshtrës së tyre. Nëse ende po e lexon këtë, do të thotë diçka, jo sipërfaqësisht por brenda. Njerëzit që nuk e kanë përjetuar kur diçka të tillë, nuk e njohin dot. Ata vazhdojnë tej, por ti ke mbetur. Kjo do të thotë se nuk po kërkon ngushëllim, po kërkon qartësi. Dhe pikërisht për këtë ekziston ky hapësirë. Çfarë do të këshillonte Carl Jung? Ai kur nuk do të këshillonte hakmarrje. Jo sepse hakmarrja është imorale, por sepse të lidh me hijen e personit që të ka lënduar. Jung besonte se forma më e lartë e rezistencës është transformimi i vetvetes. Unë nuk jam ajo që më ka ndodhur. Unë jam ajo që zgjedh të bëhem. Kjo nuk është shtypje, është integrim. Integrimi do të thotë të pranosh dhimbjen pa i lejuar asaj të përcaktoj. Ti shikosh errësirës në sy pa e lejuar të banoj brenda. Të vendosësh kufi pa mizori. Të thuash të vërtetën pa u kapur pas saj. Të largohesh pa marrë me vete helmin e tyre. Personi që të lëndoj donte që ti të shpërbëhesh e brenda. Tërësia jote është kryengritja jote e heshtur. Shërimi nuk është një dhuratë për ta, është liria jote. Nëse dikush thotë, e di saktësisht çfarë po të bëj besoja, por mos e lejo këtë fjali të bëhet burgu yt. Lejoje të jetë zgjimi yt. Jung besonte se plagët tona më të thella shpesh janë porta drejt vetdijes më të madhe. Ata kur nuk do të kishin pritur që ti të bëheshe sërish i tërë. Dhe pikërisht për këtë arsye rritja jote është fitoria jote, e pathyeshme.